بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد. Vëllezër të nderuar, kam nderin që gjendem para jush me një moment ose me disa minuta sa na jepet mundësia këtu me pak shpjegim. Falenderoj Zotin që ja ka mundësu me bon këtë organizim, se është një punë e madhe që e bani. I grumbulloni këta tri, plus edhe i pajisni me dituri, kjo dituri që e merrni nëpërmes ligjëratave, jo prej meje, por prej atyre që janë më të përgatitur, më me ndikime, më orator, inshallah edhe imanin e forconi. Inshallah do Zoti xhaleshanuhu me vazhdu kjo rrugë edhe ku janë çdo vend rinia më konë më të bashkuar. Ndi knaqësi që veç kur ju shoh para syve kështu, se më kujtohen do kohë kur rinia janë konë shumë larg fejes, larg xhamisë, veç para luftës me mendue në këtë komunën apo në disa komuna që ka shtri s'ke mujt mi gjetë në xhami. Elhamdulillah ka dosh Zoti, edhe pse një pjesë e rinis kanë deviju në këtë demokracinë kështu quajtur, kanë gjetë rrugë këtë gabume, mirë po elhamdulillah, një pjesë e kanë gjetë veten edhe e falenderojmë Zotin zbashku që ka dashur Allahu, se pa dashur Allahu s'mund të uzohet askush, ai ka dashur më uzue elhamdulillah edhe mu bashku e ky bashkim që ju bashkon këtu apo në xhami është shoqëria më shëndosh, se nuk ka shoqëni më të mirë edhe më të pastër, më të shëndosh se sa kur e ki për hir të Allahu xhaleshanuhu, se këtë shoqënitë e interesit kësaj botës ato e kanë përfundimin të dështuar, edhe kur dalim më para Zotit dihet, sa i përket këtij takimi që e kemi sonde, kom para pa kështu me ju përgjigj në ftesë me kërkesën e Almirit, sigurisht në emër të juve në përgjithësi, më ka kërku me ardhë dhe me ju përgjigj sonde. Nuk kisha ndoj temë të veçantë, nuk kisha në mendjen time, veç kështu i thash do të shpjegoj ose e mërtone temën porositë e kaptinës ad-duha. Kam dëshirë që të lidhna më shumë me Kur'anin edhe me ajete kuranore, dhe Kurani është burimi më i fortë i fesë islame, fjalë të Allahu xhaleshanuhu, fjalë të pashtershme se sa të shpjegojsh edhe sa të studiojsh veç ki me zbulu hala e kur nuk ja dim kuptimin e plot, ndoshta deri në kiamet ka me vazhdu të zbulu kuptime, sido që të jetë. Unë e mora për bazë kaptinën e duha. Në kaptinën e duha, kjo kaptin është një ndër kaptinat që kanë zbritur në Mekë dhe ka të bëjnë me një rast kur Muhamedit alayhi salatu wassalam i ndodh një smundje dhe mbetet për disa ditë kështu brenda, nuk del në mos, dhe pastaj Allahu xhaleshanuhu pas fjalëve të armiqve Allahu ja zbrit Xhebrailin dhe i tregon se do të vazhdon misioni jot, dhe kështu pra do të him në shpjegim të ajeteve, e më në fund i ka një tri porosi që mund zgjerohemi pak më tepër. Inshallah do Zoti
sigurisht edhe keni ndëgjuar, ndoshta edhe keni lexuar vetë shumica edhe e dini atë që e kam në plan me shpjegu, por nëse përsëritet, ajo veç që ndihmon, se feja na uzon dhikr fe inna dhikra tanfa'ul mu'minin, ka thënë Allahu në Kur'an, thotë përkujtoju sa më tepër besimtarëve, se përkujtimi veç i ndihmon se nuk bëhet i tepërt, sidomos për besimtarin që ka dëshirë me u pajis me dituri. Sa i përket pra kjo kaptin fillon me fjalën wadduha wal lejli idha saja. Fillon me një betim. Allahu xhallashanuhu betohet në krijesa. Allahu betohet edhe në begati të ndryshme. Allahu për te nuk ka më të madh që mu betu ndiken më të madhin për te, por ai betohet në krijesa me na tregu neve se ka vlerë kjo që Allahu e përdor për betim apo betohet në te. Kur Allahu betohet, pra betohet në krijesa, e na si besimtar e kemi të ndalume me u betue në krijesa. Do të thotë nuk guxojmë pa më parasysh sa llogaritmi të vlefshme, shembull dritën apo ujin apo bukën apo tokën apo prindin apo avlat apo çka ka mbet si pi fjalëve e që janë trashëgu e që dikush i përdor betohet, pasha këto janë të ndaluar rrepsisht për besimtarin. Besimtari i besimit islam duhet betohet vetëm në Allahun xhaleshanuhu. Dhe betimi, pas ka vendë çikon. Dhe betimi duhet të jetë i vërtetë. Domethënë nuk guxojmë ta kemi betimin për një interes diçka apo të rrajshëm, por duhet të jeni vërtet. Kjo dihet është një temë sigurisht e keni dëgjuar, Allahu xhaleshanuhu, po kthehemi këtu, betohet në këtë kaptin wadduha wal lejli idha saja, thot pasha ditën ose pasha një pjesë të ditës. Fjala duha nënkupton pikur ngritet dielli lart deri në kohën e drekës. Kjo quhet veç duha, bile ka dhe namaz, salatu duha, mi fal, spaku 2 rekate është mirë, sido që t'jetë një kohë gjërë, kjo mund të kenë kuptim edhe vetë ditën komplet. Në këtë ajet kuranor, kur betohet Allahu në kohën e paraditës, edhe vetë ditën mund të ketë qëllimin, pasha ditën, wal lejli idha saja, edhe pasha natën, kur e kaplon errësira. Është interesant veç kur betohet Allahu në ditën dhe natën, domethënë në dritën dhe në terrin, dihet se këto kanë vlerë të madhe. Na nuk mujmë me ndoshta në fillim me kuptue çka do të thotë pse çfarë vlerë mund me pas dita dhe nata, po të mungon njona, do t'ja dim vlerën shumë masanej. Është interesant pra me një ajet kuranor Zoti thotë, po sikur t'ja kish bë tër kohën ditë, thot Allahu xhaleshanuhu, kush do t'ju bike juve një errësirë, një terr për me pushu, shembull, s'do të kishte vlerë jeta të ishte e tërkoha dritë dhe ditë. Po thot sikur ta kish bë Zoti tërkohën natë dhe errësirë, kush do të mund të më japru juve ditën ose dritën? Thot domethën ka mujt më kon ashtu, edhe ajo, mirë po Zoti e ka blon pra me kalu me rrotullimin që bën rreth boshtit vet toka, pra me ndryshu dita dhe nata. Allahu xhaleshanuhu këto e kanë atë vlerën e vet, pra Allahu na betohet në këto me na tregu neve se veç Allahu që mund me bën këto. Kur i ka thonë shembull Nemrudit, Hazreti Ibrahimi, e dini atë rastin, ai ka dashur me bind popullin se është Zot i atyre i gjithëve. Kur e ka pyet, thot kush është Zoti jot, thot Zoti im është ai që jep jetë dhe merr jetën. Domethënë çaj që i lind edhe i vdes, do të thotë që jep jetën dhe merr jetën. Ai ka thonë birmi 2 vet prej burgut që i ka pas dënuar me vdekje, Nemrudi, dhe njërin e ka mbyt, njërin e ka lënë gjallë, thot unë jam çaj që jap jetë edhe domethënë marr jetën. Qyre kod do e lë me jetu dhe kod do e mbys, thot unë jam çaj Zoti shka Ibrahimi po pretendon. Domethënë çaj Zot shka po thot kjo unë jam. Ibrahimi vesh në fjalë ja thot, i ri ka qenë, ja thot Zoti jem, thot e bjen thot diellin prej lindjes.
Nëse ti je Zot, ktheje veç një herë prej perëndimit. E kush mund, cili do njëri, cila forcë e tokës do mund e krije sa mund me bë atë rolin e Zotit me lut askush hiç. S'ka dorë aty buhit alladhi kafar. Ka thonë Allahu dështoi armiku i Allahu xhaleshanu. Kryesore këto janë këtë veç Zoti që ka dashur. Pra, këtë këto rrotullime edhe lëvizje, çka ka trup qiellor në hapësirë, të gjitha janë me urdhrin e Zotit duke i bërë lëvizjet edhe ato në mënyrën më precize që nuk e ndryshojnë fare hiç ashtu si ka urdhëruar Zoti xhaleshanuhu. Më shumë ti urdhrin e Zotit e thën krijesa njeri. Është interesant, këtë tjerat e përfillin urdhnat e Zotit xhaleshanuhu. Pra, Allahu ka dhënë urdhër ashtu mi bën lëvizjet. Gjitha trupat qiellor me diell dhe me tokë dhe me ham që lidhet me natë, me ditë, me muje, me ato kryesore, Allahu xhaleshanu betohet në këtë kapitull, thot pasha ditën ose edhe natën që bëhet errësirë, që pushon gjithçka, këtë gjallësat pushojnë natën dhe ka nevojë për pushim. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. I thot Muhamedit alayhis salatu wasallam se pas çdo betimi do të më kon përgjigja. I drejtohet Muhamedit alayhis salatu wasallam duke i thonë o Muhammed, as nuk të ka kthy shpinën Zoti jot, as nuk të ka hidhru. Pra është interesant ku thash më herët, shkaqet e zbritjes këtyre ajeteve ka ndodh në Mekë. Muhamedi i ka pas armiqt të shumt. Një ndër armiqt që e ka pas edhe njënin miq të vetin. Ebu Lehebi ka qenë një miq i tij që e ka ditë nga veçlia se Muhamedi është më i dalluar në Mekë, besnik, edhe i sjell shumë me krejt, bile kur kanë dëgjuar për lindjen e ka liru një robresh vetëm se i ka treguar që ka djalë se Muhamedi i ka pas vdek baba 2 muaj pa lind edhe tash o gëzue ka liruar robreshin edhe flitet veç kur e ka ditë lindjen Muhamedi alayhis salatu wassalam, kur ti vjen ajo ditë pra çat gëzim që e ka pas, i vjen një freskim në xhenem e Ebu Lehebit se Zoti e ka ndeshku nëpërmes Kuranit. Qa që koni kujdes shumë me mujt dhe ati me mujt me pengu Muhamedin edhe kanë përcjell lëvizjet, gjendjen, gjithçka. Teri edhe gruaja e tij. E gruaja e tij një Ummi Xhemile ka pas emrin, gruaja e tij i ka përcjell çdo ditat kur s'në ka dal 3-4 ditë Muhamedi në mos hiç se ka pas një smundje, një grep apo kështu, edhe tash Zoti se ka ngarku ajo që ka përcjell që edhe shpallja ka thonë nuk o të ardhë. Edhe ka ardhur te Muhamedi alayhis salatu wasalam. Gruaja e miqës, gruaja e Ebu Lehebit, ka ardhur te Muhamedi dhe i ka thonë: "O Muhammed, si duket, a janë nga dëshira që ti ndërpritet misioni këtij edhe shpallja, si duket thot, ai shejtani jot thot tu kanë ndërprer, nuk o të ardhë sikur që tarke hera tjera." Thot edhe, domethënë o gëzu me ato. Hala pa ju përgjigj ky hiç. Allahu pasi që ka bëma mirë, o kon gjendje, Zoti s'ka dash me ngarku me shpallje me Xhebrailin për ato dita, pastaj ja ka thua dhe ka zbrit surën Doha, i ka thonë o betua Allahu xhaleshanu në ditën dhe natën thot: "Ma waddaka rabbuka wa ma qala." Allahu thot Zoti jot, o Muhammed nuk të ka braktis, nuk të ka kthy shpinën e as që o hidhru diçka në ty, mos u brengos çka flasin armisht, e sidomos ajo gruaja e Ebu Lehebit. Walal akhiratu khairun laka min al-ula. Allahu ja ka thonë një fjalë këtu Muhamedit edhe për gjithë vlen deri në kiamet. Ka thonë walal akhiratu khairun laka min al-ula. Dije thot se ahireti, jeta e ardhshme që kemi me përjetuar thot, ajo është shumë më e vlefshme se kjo jetë. Kjo jetë edhe nëse ki brenga, edhe nëse ki probleme, nëse ki lloj sprova të ronda që suni përballon, mendoje veç për atë jetë, mos u kurse kry obligimet, mendo se në atë përhershmen ki me qenë i lumtur dhe i gëzuar. Do më thonë, kur ka thonë Zoti dije se ato e ki shpërblimin në atë botë, edhe ajo është e përhershme, atëherë kejt do të mi kalu ma let këto sprovat e kësaj jetës. Sukur kur jetë me një vend, shembull, e di që e ki një vështirësi, e ki një përpjese, mirë po e di që si dalsh në atë bregun, ma përpjese s'kije, ki kejtë rash ose të poshtë. Do të thot, e di se jetë të e kry një provim, mirë po shumë let vjen të përfundimi edhe pastaj ki sukses shembull. E sukur në çdo provim njeri, se kjo jetë është provim, e ki edhe ose me dhon provimin ose me ra prej provimit.
E Zoti xhaleshanu këtu ja ka kujtu Muhamedit alayhi salatu wasalam, edhe gjithë neve të i thonë walal akhiratu khairun laka min al-ula. O Muhammed, pa mor parasysh sa ki brenga, vështirësi, mahërmisht, e me ketë në këtë botë, thot dije thot se ahiretin e ki shpërblim edhe ai është më i vlefshëm. Pra, puno për atë e mos u brengos hiç. Mos u brengos çka flasin armisht. Pastaj ajeti vjus thot wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. I ka thonë Muhamedit alayhi salatu wasalam Allahu thot edhe do të vjen momenti edhe koha që Allahu do të jep një shpërblim të madh ty. Edhe do të jep aq të mira që do të mbetesh shumë i kënaqur. Do më thonë, do të mbetesh i kënaqur në razi se Allahu ka me të shpërbly, ka me ta kompenzu këtë vështirësi që e kinë këtë jetë. Edhe është interesant për këto flasin komentatorët mendimet ndryshme. Më së pari me një hadith tregohet se Muhamedi alayhi salatu wassalam një herë të e pa se po vun, vetja s'u ka dhinë, po vun populli, sa do të arrin sukses, sa do të pranon ky popull islamin. E ketë të asi edhe ja ka nis me thonë ummeti, me thonë ummeti im, edhe ja ka nis me qajt. Allahu xhaleshanu ja ka thënë Xhebrailin, thot shpejt shko edhe vetë Muhamedin për çka po çon. Edhe pastaj ai Zoti e ka ditë krejt veç ja ka thënë. Edhe ja ka thënë pastaj Xhebrailin me i thonë ka me të shpërbly Allahu xhaleshanu ty edhe ummetin ton pa me një shpërblim pa kufishëm, mos u brengos. Mënyrën ja ka shly atë brengin që e ka pas. Mirë po është pra përgjigjja sipas në haditha që ka thënë Xhebraili, është përgjigjja ma e saktë si thonë komentatorët që kja kur i ka thonë vele sofe yu'tika rabbuka fatarda, o Muhammed, shumë afër thot, Allahu ka me të dhonë ty të mira, edhe aq të mira sa që ki më koni kënaqur, ki mi harru këto brenga, këto krejt. Edhe tash për të mirat flitet se ka qenë prej të mirave dynjojës edhe prej të mirave të ahiretit. Kanë thonë dokumentator, nuk bën mi morë vish të mirat të ahiretit. Të mirat të ahiretit janë, shumica thonë komentatorëve, është shefati. Fjala shefat e keni dëgju, do në thotë intervenim të Allahu me ju falë mëkatet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, secili profet në këtë botë e ka pas nga një mundësi, çka të lutet me ju pranua pjanë e Zotit. Thot edhe të gjithë i kanë shfrytzuar ato mundësi. Thot e mu ma ka mundësu Zoti me lonë për kur dalmi para Allahut për ditën e gjykimit. E ditën e gjykimit për këtë don Muhamedi alayhi salatu wasalam me lutë Allahun, lutja i pranohet, e kjo është një intervenim pra i pranuar të Allahu xhaleshanu, lutje e pranuar e cila quhet shefat. Do të thotë një ndërmjetësim të Allahu xhaleshanu për m'ia fal mëkatet. Inshallah jemi prej atyre që i përfillin sunetet e pejgamberit, rrugën e pejgamberit, e ditën e gjykimit edhe nëse kemi mungu diçka, inshallah na përfshin shefati Muhamedit alayhi salatu wasalam. E kjo disa komentatorë thonë se kur ka thonë vele sofe yu'tika rabbuka fatarda, thotë ka me domethënë Allahu do të vjen momenti kur do të jep aq ty të mira dhe do të mbetesh i kënaqur e do të harrojsh krejt ato brengat e të kalumës. Komentatorët disa thonë nuk është qëllimi veç për ditën e gjykimit për të shefati, po është qëllimi edhe në këtë botë kur Allahu xhaleshanu ja ka mundsue me u përhap islamizmi, ja ka mundsu me u shpërngul me një vend sigurt, me vënë themelin e shtetit, që më i qëndrueshëm edhe 1000 vjet shtet në botë më të fortë nuk ka pas se sa shteti islam që ai ka vënë gur themelit vetë Muhamedi alayhi salatu wasallam me shokët e tij në Medinë. Domethënë këto ato të mira që ai ka dhënë përhapjen e islamizmit, edhe çlirimin e trojeve, edhe formimin e shtetit e me ka krejt, domethënë është një ndër të mirat që Allah ja ka premtuar në këtë ajet kur i ka thonë lesofi yotike rabbuka fatarda. Pastaj Allahu xhaleshanu Muhamedit alayhi salatu wasalam ja përkujton disa gjendje të mëparshme. Që kjo është shumë e rëndësi, unë që tu kom pas qëllimin më shumë të koncentrohna edhe porosit e kësaj që vinë në ajetet e fundit kapinës e doha. Allahu xhaleshanu i ka thonë Muhamedit alayhi salatu wasalam elem yajidka yatiman fa'awa, o Muhammed, thot a nuk ishe ti, a nuk gjeti Allahu me përfy bukfal, thot ty si jetim, thot edhe gjeti, do më ta mundsoj Allahu ku mu strehu,
kush me të përkra, kush me të ndihmu ty. A nuk ishe jetim total, na dim krejt se Muhamedit i ka vdek babaj Abdullahu 2 muaj para se me lind. Pastaj kur ka lind, o kujdesu e gjyshi i tij. Gjyshi e ka prit me mall lindjen, ka pas qef me lind një djalë, se sot di se çka lind, një djalë spaku me zavendësu shembull Abdullahin. O kujdesu shumë për ta. Gjyshi e ka dhënë atë maksimumin, ka pas shumë autoritet. E ka marrë edhe si fëmijë në atë vendin ku si kanë marrë kur fëmijët plesht në ato mezhliset ku i kanë pas, në ato vendet, mirë po edhe ai i ka ardhur momenti kur ka vdek. Mas pari nona i vdeq në moshën 6 vjeçare. E pastaj në moshën 8 vjeçare ka vdek Abdul Mutalibi, gjyshi i tij. E gjyshi i tij ka pas 10 djem, ka pas boll djem, po kur i ka ardhur vdekja, ja ka nis me kajt, çka s'kon tradit. Edhe u kon më i ndershëm njeri, më i besueshëm njeri në Zotin Abdul Mutalibin këtë Mekën që ka mbet. Edhe i ka shërby gjithër qabe se me këta, kur këtë djemt jënë konë për rreth, jënë çudit pse po kanë. Ky Ebu Talibi, njoni më i dallum për tyne, i ka thonë, o bab, pse ti po kanë, kur ti, nëse një shkon për Mekës në xhenet, nuk dënohet ose ti ose kërkush, se ke bo ma shumë të mirë. Ka thonë, nuk po kaj pse po vdes, po për çka, thot Muhamedin, kujna për jalon. E i kanë thonë, o këtë, kanë thonë, po na jemi kalablak, na jemi kaq migjallar shumë që na e mojmë si ma mirë, jo, thot nuk po du numër, po du një person në morë për sipër. I ka thonë, Ebu Talibit, i ka thonë, a pe merë ti për sipër, visht ta heki këtë gale, mas shkoj me atë gale ti, thot që mu kujdesu për ta, edhe mjafton. Ebu Talibi e ka morë për sipër, ka thonë, besat koftë bab, deri në pikën e fundit, me këtë forcat e mia, mundësit e mia, si e vlart e mi, s'ko me da dhe ko më kujdesu për ta. Pra, konë interesant, Ebu Talibi, edhe në kohët më të vështira, i ka përballue atyne sanksioneve që ja kanë vënue ata, familjes këtyne, e vujtjet këtë i ka përjetue, veç Muhamedin mas me dorëzu, edhe pse nuk ka besu, që aja shka konë mas interesanti, deri në momentet e fundit nuk ka besue. Bile, kur i kanë ardhë, se shpesh Muhamedi o brengos, qatë shumë o kujdesu, migja për tonë atë kohën rinore krejt, ja ka nisë mi thonë, o migjë, veç një herë birë shahadet, kom e dëshmu para Allahu Gjeleshanhu, që e konë besimtare kështu, mirë po, qato momentet vdekjes, para vdekjes i kanë ardhë, ata me kast, ata kreret e kurejshitve, të i thonë, shka ti në pleçni, dëmon, pitutës vdekjes ti pëndron fejen, në thonë edhe ka shku qashtu, e Allahu Gjeleshanhu ja ka që me një ajet kuranor, ka thonë, inneke la tahdi men ahbabte, walakin Allah yahdi men yasha. O Muhammed thot, mos mundom atë për thot se ki ndor ti udhëzimin. Domthon depërtimin e besimit në zemër nuk e ki në dorën tënde. Allahu kujna do ja përcjell pra, edhe udhëzon Allahu xhaleshanu. Domthon edhe për migjen i ka thonë kështu. Mirë po shka më rëndësi kur i ka thonë elem yajid ke yatimen fa'awa, a nuk ishe ti jetim? Thot edhe Zoti dashti mas me tlon domthon nevojshëm po të bëri për krasa mas pari gjyshin e pastaj migjen deri në pikë të fundit, deri kur i ka vdek migja pra, misi o bon pejgamber mas moshës 40 vjeçare, ja ka mundsu Allahu xhaleshanu, pra mas me ndi atë mungesën e jetimit. Domethën Allahu këto e garanton jetimin se e le sprov, domethën atë masën njerëzit me sprovue me një jetim, mirë po kryesore Allahu prap e garanton fundi fundit. Pastaj thot Muhamedit wa wajadaka dhallan fahada, thot a nuk ishe ti krejtësisht i humbur dhe Zoti të uzoj, që tu thojnë komentatorët, thojnë i ka ndodhur një herë Muhamedit kur o kon fëmijë o kon i humbur në rrugët e Mekës, e tash se për një kohë sonë kanë gjetë, ata na kur o gjetë, thonë e ka pas qëllimin Zoti na jet këtu. Sipas gjitha gjasave nuk o qëllimi të ajo hiç, po është qëllimi Muhamedi me krejt popullin e Mekës. Normal Muhamedi s'ka bo gabime që kanë bo ata, nuk i ka bo sejdë idhëve kur, edhe ato logjikisht i ka kuptuar krejt, mirë po s'ka qenë një udhëzim, domethënë në fesë si duhet. Zoti me një ajet kuranor i ka thonë wa ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Allahu i ka thonë Muhamedit alayhis salam, ti nuk e kon gjendje me ditë çka është libri, udhëzimi i Zotit, domthon Kurani komplet, wal iman, edhe besimin e ploti si ke ditë.
Domethënë Allahu ty ta ka përcjell misionin, domethënë shpalljen edhe me marr këtë mision, pra më kon profeti i fundit edhe me shpëtu njerëzimin. E kryesore edhe ky ajet sipas gjitha gjasave, qëllimi o kon se populli i Mekës kanë qenë devijum. Populli i Mekës janë qenë edhe larg udhëzimeve të librave që kanë rrjedh prej Natit. Domethënë nuk kanë pas kontakt as me krishterë, as me jahudi, që në Medinë ka pas 3 fisë janë qenë çifutëve të jahudive, që kanë qenë pasues të librit të Vratit. Kryesore në Mekës kanë pas. Domethënë janë qenë krejtësisht larg. Allahu xhaleshanu thot: "O jedeke dhalën fahada", thot, a nuk ishit krejt humbur, thot, Allahu xhaleshanu ju udhëzoi juve, ja pruni edhe atë domethënë Kur'anin, programin më të mirë që ka pas dikush profet tjerë se kanë pas, si domethënë që është program për jetën edhe për ahiretin, edhe kushtetute plot, pra me ju përmbajt, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan faghna. Allahu xhaleshanu ja përkujton 3 gjendje. Ja përkujton jetimin, që ka qenë jetim dhe ka bën zgjidhje, domethënë janë kujdesu për të se kanë lënë me vujt si jetim, pastaj atë rrugën e devijuar që kanë qenë idhujtaria e Mekës dhe Zoti i ka udhëzu, pastaj thotë vëvëxhedeke ailen faghna. Edhe ishe o Muhammed i varfër dhe Allahu dashti ti me pas në pasuri. Allahu ka dash pra don të varfrin me lënë për një kohë caktuar të varfër, Allahu ja çon pasurinë. Kujt na do? Domethënë kjo çka ndodhi te Muhamedi alayhis salatu wasalam, ai si fëmijë u kujdesua minëran migjës mja kthy me të mirë. Kon interesant migjës i thotë o miq ti shumë ke bo për mua, po mrrit e krejt, thot, po unë jam gjendje ty thot me ndihmu me ta ngjit dorën. Çka janë gjendje thot me punu, thot jam gjendje me i rujt delet. Edhe thot po bëj marrëveshje thot me dikon me nai fisë edhe po ja ruj delen. Edhe delet. Edhe kon interesant ka pranue gjyshja mos se ka menduar që për një me po domethënë migja se ka menduar si për një me ky po mund me dal çasaj pune ka fillu pra në rini me i rujt delet mja kthy me të mirë migjës, domethënë mja ngjit dorën se ka pas edhe fëmijë tjerë. Edhe tash çka kur e kanë pyet pejgamberin alayhis salam ka thonë a është e vërtetë thot që i ke rujt delet kur ke qenë fëmijë? Thot jo veçunë po secili pejgamberi Allahut thot femini ka rujt delet. Është interesant këtë për ata baritë e delev se kanë një domethënie, është edhe delet janë dalluar nga bagti tjera, nga kafshë tjera, plus asaj edhe bariu mund më kon shumë edhe me meditu, me zhvillu trunin nëpërmes saj shumë edhe tamon, domethënë me ditë madhrinë e Zotit e shumë çka nëpërmes asaj pune. Dhe ka thonë gjithë pejgamberët e Allahut. Pastaj Muhamedi alayhis salatu wasalam i mundsohet me martesën me Hatixhen bila hala para se mu martu me Hatixhen, e dini se ka kërku prej migjës, une po mirëna edhe me qëtërsen, mas të pritin të hazër prej migjës, pos asaj si bari, pastaj me tregti. Ka thonë une muj me fillu me tregti, muj me morë pasurinë e dikujna, me menaxhu, me shku në shome atje dhe ka pas rastin kur pasurinë e Hatixhes, që ajo shumë jënë lajmëru se ka pas pasuri, ka qenë gru vej me pasuri shumë jënë lajmëru se ka dita si gru, sune për cjell ketë që fitojnë shumë, se dhe fshehin prej fitimit, nuk i tregojnë ketë, e kjo o tregu shumë korrekt edhe ka dal me një fitim të madh, ato e ka mahanit, o çudit, një ri ka që me pas aftësi edhe mas më jam shif një cent që shtojmë në një dinar hit atëherit, edhe kështu pra atë e ka paraqitat atë pëlqim për martesë. Edhe kon interesant me martesën me Hatixhen, Muhamedi alayhis salatu wasalam ka kaluar nga varfënia. Hatixha ka pas pasuri shumë dhe i ka thonë nga ky moment që jemi martu, nuk është më pasuri veç e jam, ja ka thonë po është e jotja dhe pra çka dush. Mendon e shtish çka do të thonë dikush o koni varfër. Edhe si të pasurohet, a duhet të në me harru këtë që është dikush i varfër në tonë, me njëran migjës, pasi që migja i ka bo shumë mirë dhe ka rritë edhe kështu, i ka thonë, o migjë, me njëran thot, jëm gjendje me një djallë me ta mortu një fëmi. Po ta marrë një fëmi, une me ta këthy me të mirë. Sa e ka rritë këto? Dhe ja ka thonë Alijen. Alija, pra djalli i migjës, o rritë në shpitë Muhamedit alayhis salatu wasalam, në femini, dhe ka qenë fati ti që i pari fëmi në islam me ka pranu islamizmin. Dhe dekorit në fëmi në shpitë Muhamedit alayhis salatu wasalam, edhe para pejgamberllakit, s'ka pas rast kur me i ra në sejdë shembull idhujve, hiç. Domthon Alija është pos Muhamedit
mund të jetë i vetmi që kurrë ka përkul idhujve dhe për atë thonë disa dietar thonë kur përmend emri Alijes nuk thonë radiallahu anhu, po thonë karramallahu wajhahu. Allahu ja ka nderuar fytyrën e tij, pasi që fytyra e tij kurrë ka ra në sejdë idhujve e Alijes. Sido që të jetë, pra Allahu xhaleshanhu ja ka përkujtuar edhe këta. 3 gjëra e ka përkujtu, ka thonë elem yajid ke yatiman fa'awa, thot o Muhammed, a nuk ishe ti jetim dhe Zoti të nxorri nga ajo vështirësia e jetimit, do të thotë të bëri strehim me gjithçka ketë, a nuk ishe thot me gjithë popullin pa kur far, do të thonë si në mjekull, ishin një dhujtari, ishin mushrik krejt, idhujve tu i bo sejdë, plus pa të arrit qaq numri i idhujve veç të qabja 360. Do më thonë ketë si popull pa të ndeviu ketë pikos Ismailit pra alayhi salatu wasalam, dhe thot atë nuk ishit humbur dhe Zoti ju udhzoi në rrugën e drejtë dhe ja çoi kuronin e ketë ato, pastaj tha a nuk ishe edhe i varfër e Zotit pasuroj? Allahu pra atë që mundohet ja jep mundësinë me bilen këtë dynjë, i jep mundësi edhe atina shasosht besimtar hiç. Pra kush do, kush punon i jep pasuri pa dallim. Pastaj thot Allahu xhaleshanhu me njërin pas kësaj ja jep 3 porosi. Thot fa amal yatima fala taqhar. Thot kur jetimit mos e keq trajto me një mënyrë, mos e nënçmo jetimin. Jetimit mos ja kthe me të keq, po mundohu me të mirë. Pasi që ti vet ke qenë jetim. E tash mendoj çka do të thonë më kon jetim, e tash mos harro jetimin. Pra i ka thënë Muhamedit kja vlen për këtë neve. Pastaj femel jetime fala taqhar. Wa masaila fala tanhar. Pastaj ka thonë edhe lypsin, skamnorin, kur mos e përzin. Kur mos u sjell me të keq me to. Mundo me fjalë të mira, edhe nëse s'ki kur gjo me dhonë, s'paku fjalë të mirë. Jepi një shpresë, një lutje për to, apo diçka se ajo është të më jetin të të spëru Zoti nëpërmes tina, e ai e kalon Zoti pra edhe vetë me spëru ato, por edhe tjerë me spëru, se Zoti ka mujt mas melon kun jetim, hiç ka mujt mas melon kun shembull si sakat apo të varfër, po i kalon krejt ata, i kalon veç për me spërue të tjerët. Pra porosia e dytë, wa masaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu xhaleshanu tretën ka thonë wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, thot me begatit dhe me të mirat e Allahut, çka ka furnizu, thot fol edhe shpjegoj. Jo mu lavdru se këtu mund të merr dikush një kuptim tjetër, më thonë është unë kam të mira, më thonë unë kështu, unë kam pasur. Jo, po me përkujtue njerëzit hey, apo she këtu të mira që i kemi, dikush si ka. Apo she këtë shembull këtë vesh që e kemi, apo she këtë ushqim, këtë standard, apo she këtu, këtë mirat e Allahut xhaleshanu përkujtoja më shumë se njerëzit nuk e dinë. Është interesant, Zoti më në ajet kuranor thot innal insana khuliqa haluan idha massahu ash-sharru jazua wa idha massahu al-khairu manua. Thot nga natyra e njeriu është i krijuar si krijesë dopt. Çka do të thot krijesë dopt? Kur ta kaplon një sprov ato, një vështirësi, një smuj apo diçka, ai tamon i dorëzohet Zotit. Thot o Zot, hiç nuk refuzon kur gjo, këtë është nivel pra çështja e besimit taj. Mirë po kur është në gjendje të mirë, kur s'ka smuj, as vorfnia apo diçka, harron mo që është dikush domethënë me një smuj apo me një hall tjetër, me një skomje apo diçka. Çka bën vet nuk bën mirë, por i pengon edhe të tjerët, menuan. Fjala menuan do thotë edhe bëhet edhe një pengesë për me bë mirë për mirësi. Thot illa al-musallin. Nga natyra e njerit thot e ka këto vet njeriu, mirë po çka illa al-musallin. Nga kjo thot dallojnë ata besimtarët e vërtet dhe që janë namaz të rregullt. Ata që janë namaz të rregullt me Allahun xhaleshanu që janë kontakt. Ata ndryshojnë këtë natyrë. Ata e minë në rënë, domethënë si harrojnë këto që ka thonë Zoti në Kur'an, se harrojnë edhe gjendjen e vet më parshme, edhe domethënë nuk bën ato gabime çka i bën dikush që se ka besimin e plot. Kisha më përkujtuar edhe një tregim që tregon Muhamedi alayhi salatu wasalam, sigurisht e keni ndëgju krejt, edhe jo është në për libra, është edhe në këtë farë në Riyadus Salihin, shembull e keni një rast kur Muhamedi alayhi salatu wasalam e tregon, thot ka dashur Allahu me i sprovue 3 persona të Beni Israelitit.
3 persona kanë qenë të varfër, të tret, mirë po kanë pas edhe nga 11. Ai që është i varfër e ka një hall që s'ka pasuri. Mirë po me pas edhe një 11 fizike, ajo është e dyfisht, e ka hala marand. Thot ka dash Zoti me i provue çka po bojnë çata 3 persona. Njëri ka qenë me një smundje të lëkurës. Smundje të lëkurës i thonë në gjuhën arabe baras. Ai kështu e quajt abras. Në gjuhën shqipe në këtë përkthim e përkthejnë zgjeban. Nuk di kja smundje, ky emër i kësaj smundjes sa është i kuptueshëm zgjebane, kush e di apo ka pa në çasi smundje, ajo është një smundje e lëkurës, lesa aq është e shëmtuar që s'u sheh dikush edhe vetë ky mund të gërditet kush e sheh, por çka më rëndësi, edhe lëkurës janë rën krejt atë pamjen, këtë ngjyrën tjetër. Domthonë jep ngjyrë tjetër. E tash çata që e kanë çat smundje, e kom pa dikun bash çat smundje në internet në gjuhën arabe, bash thënë smundje abras me çaq shumë kish pas, domethënë pushtrat ndryshme të sikur thatnoj që thuajnë dikush aty, diçka i shkon komplet lëkura me një faringjizimi, e tash kom thonë ndoshta ku ka bash çikja se vetë se kom ditë bash çka ka kuptimin. Kryesore një person fukara me smundje të lëkurës, edhe e provon edhe një person fukara i varfër, skamnor me smundje qelav. Smundje e qelav, qelan, kështu e përkthen aty akra në gjuhën arabe, është që e provon Zoti Xheleshanu, jo vetë që i bin flokë, se na kur i bin diku na flokët e llogaritmi qel, por me një smundje që komplet lëkura e kokës, komplet varë, këtë një smundje të ndryshme, që shkaku i saj i kanë radhë flokë, edhe i ka dhonë një erë edhe një pamje shumë të keqe. Plus një personi tjetër, i varfër, Zoti domethënë do ta sprovon një dverber. Edhe ja çon një melek. Mas pari meleku i vjen këtina me smundjen e lëkurës. I thot, o filan, thot çka ki thot ti problem në jetë dhe çka ki çfarë dëshire ki. Thot dëshira ime është thot veç mas me urrejt njerëzit. Të jam njësoj me ta me mashërue smundjen e lëkurës thot edhe më kthy lëkura, domethënë ngjyra e lëkurës në gjendën më pashme. Veç mas me pas dallim për njerëzve. Mendon në njëri që ka një tmet sa ngushtohet, aty mund dikush ta ketë të trajton, mund për ta përqihesh, pasi që nuk janë këtë njerëzit ndërgjershëm, se gogala i pse luan me to apo është tremon apo diçka tjetër. E çka ky i thot meleku ka qenë në formë njerit, thot dëshira ime është veç me ma hek këtë smuj edhe me ma kthye lëkurën atë në ngjyrën e mëparshme. Veç këto mas dallohëm ose mas të murrejnë njerëzit, mas tikin për me, t'jam edhe unë njohit si tjerë, pa dallim. Edhe meleku me urdhën e Zotit veç ja lemon dikun trupin edhe i kthehet lëkura në atë gjendjen e mëparshme, i shërohet në moment e smundja. Edhe tash ky pe ka qetrin hall, për ato s'o interesu hiç, e ka edhe varfnin. Edhe i thot o filan, thot Zoti thot, ma mundson thot ma bo kabul lutjen thot çfarë pasurie ki qef. Edhe thot kam qef me pas deve. Edhe tash flitet aty se në varianti jo deve, jo dele, kësi lopo sipas gjitha gjastave devet i ka pëlqye. Thot Zoti Xheleshanu po ta jep, po ta dhuron me njëra në moment një deve bars. E gatshme domthonë shumë frikë me pjell. Edhe mushtu devet. Edhe i thot, o filan, vazhdo jetën tënde, Zoti të dash bereqet. Mendon në çfarë gëzimi ka mujt me pas ai. Që u shëru, edhe po bon pasuri, po fillon minëran pasurinë të para, gëzim pa kufishëm. Edhe ky thot, o filan, vazhdo thot Zoti të dash bereqet. Edhe shti me urdhën e Zotit po shkon te tjetri, po shkon te ai me smundjen e kokës qelav. Edhe pi thot, o filan, thot, çfarë problemi, çfarë halli ki, thot, çka po lyp ti pi Zotit, thot, me të plotësuar një dëshirë. Thot, dëshira ma madhe është me ma kthye, me ma shëru smundjen, thot, kokës, thot, qelav, thot, me ma kthy, edhe një herë lëkurën edhe me flokët që kom pas. Edhe thot, kë veç me një lutje edhe me një fërkim të kokës, me njëra një kthehet në gjendjen e mëparshme. Kur i kthehet, edhe s'ka mos muj, edhe me flokët,
gëzim sa dush për to. Mirë, po nuk mjafton këtu, i thot, o filan, thot çfarë pasurie, thot ki se ki varfni, ki qef të thi me pas, thot i kam thot qef lopt. Thot a di sikur me pas, a mund pika me pas, thot Zoti po ta dhuron, thot një lop bars me një ren që e ka kohën me pjell dhe mu të shtu lopt. Thot edhe urdhno, thot merre, thot edhe Allahu dash bereqet, lutet për to. Edhe tash ai prej gëzimit, edhe ai knoqet, s'di kufit knarsis. Tash po shkon te i verbri. Edhe po i thot o filan, thot çfarë halli ki, thot çka po lyp, thot ti Zoti me ta plotsu, thot një dëshirë. Thot po dëshira ime, thot është ajo të më kthehet edhe një herë të pamurit. Thot nuk e shoh kon, nuk e njoh natyren, nuk e shoh thot as veten, thot edhe as familjen as kërkon, thot veç të më kthehen sytë edhe të shoh përpara vetit. Mendon çka do të thon mungesa e të pamunit. E dikush se ka, e na kur s'noni me falendru Zotin special për ato e për ndëgjuarit e për këtë shqisat që i kemi këtë për tona mundësit me jetë, se me mendua këtë mendjen e këtë e besimit ana ma e modhja, me falendru Zotin ditë e natë, edhe i thot, këto thot e kom hallin edhe këto me mujtë më plotsu dëshira. Me një ran, me një lutje të vogël, ja kthen të pamunit, kur i kthehet të pamunit, i thot, o filan ti je edhe i varfër. Çka ki dëshirë për i pasurisë, thot, me dhon Zoti? Thot kom qef, thot sikur me pas mundësi, me pas dele. Me një ran, me urdhën e Zotit, i sillet një dele e gatshme me pjell, domethënë bars. Edhe i thot, o filan, ka më të shtu, thash, thot dele, thot, edhe Zoti dhash bereqet, thot, vazhdo, thash, thot tash jetën. Edhe tash Allahu xhaleshanuhu për një kohë të gjatë, këtyne personave ju jep bereqet. Edhe ka vendos me aqu apet këtë me lekun mi provue ku jon, çfarë gjendjen kanë mri, apo e përkujtojnë atë që i tha Zoti këto, as jekon jetime këto ketë Muhamedit edhe neve, shembull, edhe ape përkujtojnë atë s'komën hiç, atë smuin apo që shpëragojnë. Edhe mas një kohës, kur e bojnë një pasuri sicili, ky e bon një kope shembull një grumbull deveve, ai qetri e bon të lopëve, ai kështu ta mund llogaritin pi pasanikëve të atij vendi. E ata si pasanik, se pasanikët që ato e kanë pas pasuri mas shumti në atë kohë me blegdori me ato. Edhe kur bohën ta mund çatrong edhe me një numër të madh, të atyne Zoti ja çon këtë melek, i thot shko mas pari taj me smundje të lëkurës që kon, te Zoti deveve. Edhe i thot ja bon, thot shko me formën e atina të shkon. I bëhet forma me lekut, ta mund si personifikohet forma e që shokon aji. Do më thonë me smujt likurës. Me smujt likurës që me të vërtet pis lartë i njerëzit shmon i irriton. Edhe qka i shkon atina edhe si i varfër, i thot, o filan, thot kom ardhë, thot kom met në rrugë, thot, jam i lartë, thot kam nevoj, thot, me mdal në dim, thot, diçka me një lop, në vërtet me një deve, se ta i deve shkon. Thot, pash atë zot, thot që qëre sa likur të mirë të ka dhonë ty, pas një smundje të likurës, thot. Edhe thot, të ka dhonë gjithë të deve, thot, veç një po vynë, thot, a ma jep, thot, për një rrugë, do më thonë, veç të slironë edhe të shkojnë në vendin tem. A di shka i thot? Harron ketë atë kalumen. Thot, unë e kam obligime shumë, thot, mos më afron nga, thot, hes, thot, i këshyre, thot, punën tonë, thot, po, apo më doket, thot, ti, thot, apo më doket pak, thot, ti e kon me një kohë sukeron edhe je kon i varfër. Thot, kur që më kon? Thot, qka, thot, as i varfër se kon, thot, unë e këtoj kom trashigu prej babë gjysht, thot. Thot, o filan, thot, nëse je të mrejt, thot, mu, thot, Allahu të ktheft në atë gjendjen e me parshme. Në atë gjendjen e me parshme, me varfnije me smujë. Thot, edhe hec. Edhe tash, Allahu ja kthen në minë rend gjendjen e me parshme. Ka harru ketaj që shkon. Edhe tash i shkon të ky me smundin e qela me të kokës. Edhe i shkon me të njëjtën formë. Ja mundson Zoti më bon formën e tij. Edhe ja troket derën i thot, o filan. Thot, jam një person kom mbet në rrugë. Kam nevojë, thot, me vazhdu rrugën time me një pasuri që ti mund më dhon spaku një lop, thot. Thot, a peshe, thot, pash atë zot, thot, që të ka dhon, thot, që sa bukur, thot, flokë të mira, lekurën e mirë, pas mujë, të ka dhon pasuri, gjithë të lop, thot, veç një, s'po të lipi ma shumë, thot. Thot, nuk mujt, njëjtën përgjigje ja jep, nuk mujt, thot, me dhon ty, thot, unë, thot, kom obligime, ndryshme obligime tjera. Edhe shka, i thot, o filan,
Apo më duket ti je kon me një kohë çështu sikurone. Ke pas smundje thot kokës thot, s'ke pas lok thot, ke pas varfni thot. E thot a mos jam gabim. Kur thot se kum pas ato. Thot unë thot kum as varfni s'kum pas. Unë kum trashëguar njëjtë atë fjalë të parit. I thot o filan, nëse je tu mrejt, thot edhe kum të rrejt, thot Allahu të ktheft në gjendjen e mëparshme. Edhe ja bën këtë lutje, edhe hiet. Allahu e kthen edhe këtë në gjendjen e mëparshme. E tash po shkon te i verbri. Kur shkon te i verbri, shkon me çat gjendjen e shkon ai verber, edhe i varfër, edhe tu prek me një shtag. Mrin te dera, ja troki derën, delaj, thot o filan, jam thot një udhëtar, kam me thot në rrugë, thot, kam nevojë thot për ndihmën tënde. Thot pasha të zot thot që të ka dhënë thot sy, unë s'kam hiç thot nuk shoh, që kom marr çështu të amen. Thot edhe që të ka dhënë thot pasuri e ke thot, a ma mundson thot një dele veç me madhon me hec thot rrugën unë me vazhdu se kom merr thot në rrugë. A di çka i thot ky verbri? Ky dallon nga ata. I thot pasha të zot thot që më ka dhënë thot syje si kom pas, jam kon këti verber. E më ka dhënë pasuri pa pas hiç. Thot nuk e lëshoj shqicimin ka kopia, ka ato delet e mia, ka ato thot merr sa dush thot, le sa dush ti. Thot se më ka dhënë pa pas hiç Zoti thot e tash unë thot me harru thot atë gjendjen kur s'ndodh ajo. Thot sa dush thot për të ndihmoj thot merr jo një po sa dush. A di çka i thot? Thot o filan thot Allahu ty të dhash bereqet thot. Edhe vazhdo thot se ku ke thot i vetëm ti që se domos se pas ke harru gjendjen e mëparshme. Kur që kjo ka tregu pejgamberi që ka ndodhur te Beni Israelitët, kjo ka qenë për pejgamberin edhe për neve deri në kiamet mësim. Deri në kiamet është mësim. Bën e men kur ja çon Zoti, nëpërmes kësaj na kuptojmë diçka tjetër. Kur çon Zoti vërfni, e çon me isprovu ato. E shumë kushi, shumë njerëz sa të kenë një vërfni apo sa të kenë një smuj, më shumë kujtojnë Zotin se sa kur të jenë të pasur. Shumë njerëz bën vaki me vërfni e fiton xhenetin. Se pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thonë, më ka mundsue me pa thot shumica e xhenetlive thot janë të varfër. Domethënë janë të varfër. A shumica e xhenemlive thot pasanik. E tash dikush e mendon unë veç të arri pasuri, hiç nuk pajtohet, nuk bëhet në razi me atë që ka dhënë Zoti xheleshanuhu. E çajo smuja apo diçka bën aty është në favor ti se hiç panole për kujton Allahun, e përmend Allahun. Se shumë kush s'ka, ku një dhimbje, ku një diçka, harron me përmend Allahun xheleshanuhu krejt. E tash çka mendon çish ka ndodh dikun 2/3 njerëzve sikur mi kthy Zoti pi varfërojnë pasanik 2/3 në bazë që saj që ka tregue, sigurisht e harrojnë këtë Zotin. Harrojnë që ka të varfër këtë. Domethënë harrojnë gjendjen e mëparshme. Mirë po një pjesë nuk e harron. Mirë po inshallah do Allahu xheleshanuhu kjo që nëpërmes kapitullin ad-Duha që ka ardhur, kur ju ka përkujtue, ka thonë mos e harro jetimin. Domethënë je kon jetim edhe jetimin sillu mirë me ta. Mos ja keq përdor pasurinë, domethënë për gdhele as sa mund, ofroje, gëzoje sa mund se ti s'mund më bu si prind, me zakonisht prindit, po deri dikun sa të mund se Zoti e kalon sprov, por edhe atë varfrin që e kalon lagje, apo e kalon në fshat apo diçka, e kalon veç me i provu edhe ata tjerë, edhe ato dhe ata tjerë. Plus asaj edhe çka ka të mirat Allahu xheleshanuhu, spjego më shumë se njerëzit nuk i din pra të mirat Allahut, nuk e din boll Zotit faleminderit, domethënë nuk janë mirë njohur sa boll, ka nevojë më u përkujtu më shumë. Kështu shkurtimisht se ndoshta te prova s'di se sa i keni kohën kështu me zgjat, dashta më ju përkujtu edhe me çet përfundimin e kësaj sures. Inshallah do Allahu xheleshanuhu më na bë prej atyre që morim mësim, se pasi që e ka pru 1/3 të Kuranit, këtë histori kjo është me morë mësim, edhe për të mirë edhe për të keq, me morë mësim prej njerëzve të mirë, me shku rrugës tyre, prej njerëzve të keq, të këshill, domethënë mas me shku rrugës keqe, domethënë se ata ju ka sjell përfundimi i keq dhe mas flasim të ata Zoti janë xhenemli. Inshallah morëm mësim edhe nga këto porositë e kësaj kapitine. Inshallah nuk harrojmë disa prej neve, shembull
kanë pas një farë smundje, dikush ka qenë më i varfër, dikush ka qenë ka jetuar në fshat, sot jeton në kushte më të mira në qytet. Domethënë, e s'duhet kur me harru Zotin, as me harru atë varfrin, po mu mundu e mu solidarizu me to, me ndihmu edhe gjithëherë me qenë mirënjohës Allahu Gjeleshanu. Gjithëherë me falendru Allahu Gjeleshanu, se të mirat që ne ka dhënë Allahu Gjeleshanu, ai vetë ka thonë në Kur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse don me shti veç në regjistër të mirat Allahu Gjeleshanu, kur s'ki mujt me i përshkru të gjitha. Domthon aq ka të mira pa kufish me hiç. Është punë e madhe, pra kemi të mira shumë e pak i falenderojmë Allahun Gjeleshanu. E inshallah Allahu nuk na sprovon me sprova shka janë të rënda, e që suni përballojmë, e që ndoshta ngushtohemi apo na vështirësohet jeta, e inshallah Zoti na shpërblen me të mirat e kësaj botës dhe të ahiretit. Dhe këtu do të vim në përfundim. Walhamdulillahi rabbil alamin. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة